Përshëndetje Fieri, përshëndetje Shqipëria. Në fakt është një rasti e bukur sot që Gabriele, një nip në Fier, fiton etapën e fundit ciklistike pikërisht këtu në Fier. Urime, suksese, shumë falenderit Gabriele. Urime, suksese. Shumë falenderit gjithve, në fakt doa të them vetëm dy fjalë. Rrethi ciklistik është një aktivitet shumë i bukur që zhvillohet në gjithë Shqipërinë. Ka vite që zhvillohet. Në sajt të kushtimit të presidentit federatës, zotit Skënder Anxhaku, cilin unë e përshëndes fort, është ndoshta një nga personat që e ka mbajtur gjallë këtë sport dhe ishte shumë domethënëse që edhe ky rreth ciklistik të mbyllej pikërisht sot në Fier, sepse Fieri, ashtu si në shumë sporte tjera, edhe në ciklizëm ka pasur traditë, ka nxjerrë mjaft ciklist në vite, deri edhe kampion Ballkani. Ndaj, unë do të falenderoja të gjithë pjesëmarrësit, të gjitha skuadrat, do t'i uroja sukses dhe të gjithë së bashku të bëjmë mundur që ky sport të vazhdojë edhe në vitet e tjera. Kemi të gjithë për të dhënë nga pak, si qeveria qendrore, si bashkit dhe shumë aktor dhe faktor tjerë që ciklizmin jo vetëm ta mbajmë gjallë, po ta ngrejmë edhe nivele shumë tjera që ekipet tona të konkurojnë edhe në gara ndërkombëtare që zhvillohen në vende tjera. Falenderit gjithëve, urime Gabriele.